Përshëndetje. Me anë të kësaj video do t'jap një mesazh shumë të fortë botës. Një mesazh që një informacion brenda saj përmban diçka që nuk e keni menduar kurrë. Shumë prej jush nuk e keni çuar në mendje. Pyetja është, kush janë personat në tokë që janë më të rëndësishëm, që kanë influencë? Dikush do mendoj politikanët, dikush do thot Trumpi, ose Putini, ose presidenti i Kinës, se nuk po më kujtohet emri i tij. Dikush për Shqipërinë do thot presidenti ton, dikush do thot për Evropën presidenti i Evropës e me radhë. Ose ju mund thoni ata që janë mafia, që ja influencojnë tokën, ose dikush do thot masonët, dikush do thot islami, dikush do thot për shembull biznesmenët e fuqishëm, ata ose ata që merren me armë, ose ata që shesin drogën, ose domethënë secili nga ju ka një mendim të ndryshëm, ose televizionit, ose dikush do mendoj një femër e bukur, ose një mashkull me muskuj, fuqishëm, i pasër apo i varfër. Pra, të gjithë do me të qoni mendjen tek gjëra që duken me rëndësi në pamje të jashtme. Po t'ju thoja se personat në të cilën jetojnë në këtë planet më të rëndësishmit janë të krishterët. Të krishterët. E dëgjuat mirë, të krishterët. Pse them të krishterët? Ka një thënie shumë të madhe nga një personazh shumë i rëndësishëm që e ka vizituar vetë tokën personalisht, Jezus Krishti. Ai u thot dishepujve të tij, njerëzve që ndjekin atë, ju jeni kripa e tokës. Dini, kripa jep shiji një ushqimi. Ti nuk mund ta shijosh një ushqim pa krip, e humbet shijen. A mund tani për shembull një pjatë me supë, po them shembull, ose një pjatë me gjellë pa krip? I keni menduar ndonjëherë? Nuk do të shijoj. Gjithashtu Jezusi thot ju jeni drita e botës. Imagjinoni një botë pa diell, pa hen, si do dukej? Ja u them unë. Edhe ju e keni përgjigjen, errësirë. Asgjë nuk do shikonit, as veten tuaj, as nënën, as babain, as motrën, as vllain, as gruan tuaj, as burrin tuaj në krevat nuk do ta kuptoni, as fëmijën tuaj nuk do shikonit nëse nuk do ishte drita. E pra, Jezu Krishti ka quajtur krishterët, besimtarët, drita e botës. E botës. Shikoni, mënyra si i cilëson Jezu Krishti të krishterët, besimtarët, nuk i cilëson në çështje fetare, duke thonë ja ju katolikët, ja ju ortodoksët, ja ju protestantët, ja ju mormonët, ja ju jehovajt, ja ju muslimanët, por krishterëve që s'kan lidhje me fen. E dini, krishterimi nuk është fe. Krishterimi është një rrugë e krijuar nga vetë Zoti, jashtë konceptit të fesë. Kjo botë është krijuar si një laborator për të formuar popullin e Perëndisë. Çfarë i quajti Jezu Krishti të krishterët? Ndjekësit e tij, sepse ndjekësit e tij janë të krishterë, ata që quhen shpeshherë dishepujt. Dhe këtu nuk po flasim vetëm për 12 apostuj që kishin një funksion të veçantë në planetin Tokë. Sepse qielli nuk popullohet vetëm nga qytetarët e tokës, ose vetëm nga toka, po qielli ka dhe shumë krijesa të cilat ende për shumë nga ne janë mister. Shumë gjëra mund të keni dëgjuar për televizione apo thashetheme të ndryshme, por Perëndia është duke përgatitur popullin e tij të madh për qiellin e ri dhe tokën e re që ai do të krijojë, parësi ky i tanishmi do të zhduket. Dikush thotë si ke pirë ilaçe, unë them ti si ke pirë ilaçet. Sepse ke dëgjuar shumë pak informacion dhe je i pa informuar, je i pa ditur. Dhe pusho.
Për gjërat që nuk i di, nuk mund të jesh kompetent. I aftë për t'i kuptuar. Atëherë, ky Zot që po krijon popullin e tij, jo fetarët. Më vjen keq për ju që e quani veten fetar. Ju që mendoni se Zoti është islamik, budist, katolik, ortodoks, protestant. Zoti nuk është asnjëra prej tyre. Zoti është Zoti. Ai po krijon popullin e vet. Ai thot e dërgova birin tim te populli i humbur, te delja e humbur. Jezu Krishti ka ardhur për të kërkojë atë që kishte humbur, në kuptimin simbolik. Atë që ai e ka zgjedhur të jetë populli i Perëndisë. Pra, këta Jezu Krishti i cilësovi drita e botës, pra ai që bën dritë botës. Do ta shpjegoj këtë, pse thot dritë? Sepse të gjithë njerëzit në mentalitetin e tyre, pavarësisht se sa universitete dhe shkolla, apo sa të pasur, apo sa të bukur, apo sa shtëpi, apo sa makina, apo sa të fuqishëm janë me armë, me drogra, me para, apo sa llogari bankare mund të kenë ata, apo sa çfarë mund të them tjetër në jetën e tyre, çfarë të mirash mund të kenë ata. Këta nuk munden të ofrojnë dritën që ofrojnë bitë e Perëndisë në planetin tokë, që janë të krishterët, që janë besimtarët. Jo fetarët, besimtarët, ndjekësit e Jezus Krishtit. Ata të cilët Perëndia i ka thirrur ta ndjekin Krishtin, sepse jo të gjithë mund ta ndjekin Krishtin. Jezusi tha, vetëm ata që Ati im i ka thirrur mund të më ndjekin mua, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6. Nuk po më kujtohet vargu, po mendoj se ndoshta është 46, diku, nuk mos ngatrohem, mund të më korrigjoni për këtë, por është askush nuk vjen tek unë, nëse Ati im nuk e sjell tek unë, pra ti nuk mund ta ndjekësh Jezusin, nëse Perëndia nuk ta çel zemrën, ta hap zemrën. Pra ky popull i veçantë, këta njerëz që shpeshherë mund të jenë nga më të ndryshmit, të thjeshtë, mund të jenë dhe lypsa, mund të jenë dhe të pasur, mund të jenë dhe miliarder, mund të jenë dhe të zgjuar, mund të jenë dhe jo shumë të zgjuar, me shkollë, pa shkollë, njerëz të një kategorie që ndoshta edhe mund të mos sy hyj shumë në sy. Nuk po them se janë të gjithë njësoj, po ka formime të ndryshme, qofshin meshkuj apo femra, qofshin raca të ndryshme, të bardhë, të zinj, të kuq, të verdhë. Të gjithë këta që kanë pranuar Krishtin si Zot, si shpëtimtar dhe janë ndjekësit e tij, janë bërë bitë Perëndisë. Këta janë ata që janë shumë të rëndësishëm për botë. Imagjinoni një botë pa dritë. Tani po them, imagjinoni një botë pa të krishterët, ju këtu të gjithë do ishit vrasës, sepse po të shikosh në të gjithë spektrin politik, se thash spektrin, përkëndjes, ju të shikoni se nuk ka shumë gjuhë, dashuri dhe paqe, por çdo gjë është brenda korrupsionit, është manipulim dhe shkatrim për populatat, është brenda interesit të vetë politikanëve. Po të shikoni mafjen është po e njëjta gjë, po të shikoni fen është e njëjta gjë si tek Islami, për shembull, budizmi e të gjitha fetë të tjera, katolicizmi, ortodoksizmi. Nuk po them se të gjithë tek pjesa e fesë krishtere, sepse këtu do ta bëj pak ndarje, nuk po them se të gjithë katolikët janë kështu, sepse ka dhe katolika, apo ortodoks apo protestantë të cilët vërtet janë të krishterë, të cilët ndjekin Krishtin si Zot, si shpëtimtar dhe nuk zbatojnë mësimet e njerëzimit, por zbatojnë mësimet e Biblës, jo të priftit, jo të papës, por të krye priftit, që është Jezus Krishti, të Biblës, pa të cilën ti nuk mund të jesh një dritë. Dhe ti je një dritë për botën. Kudo që ti, tani, unë po e nxjerr krishterimin jashtë koncepteve të fesë që sapo përmenda, sepse unë nuk do t'i quaj krishterët pjesë e fesë. Pasi të krishterët janë ata që kanë frymën e shenjtë. Këta janë të krishterët. Këta janë ata për të cilët Bibla flet. Këta janë ata për të cilët Perëndia flet. I quajnë bitë të tij. Këta janë ata për të cilët fjala e Zotit i quajnë të shpëtuar nga kjo botë. Këta janë ata për të cilët fjala e Perëndisë
përmes Jezu Krishtit, Ati ka folur dhe ka thënë, këta do të shpëtohen kush beson tek ai. Këta janë ata të cilët Perëndia ju ka dhënë fuqinë e tij përmes frymës së tij të shenjtë, prandaj dhe quhen të krishterë. Pra i krishterë është një demonacion, si thona asaj fjalës, pra është një ka të bëjë më shumë me prioritetin tënd në gjithë krijimin e Zotit. Ti je një specie e veçantë, ti je fëmijë e Perëndisë, ti je dritë, mentaliteti yt është komplet ndryshe, ti nuk je i korruptuar në psikologjinë dhe në shpirtin tënd. Por sigurisht edhe këta kanë vetëm dobësi karakterin mishor, që natyra njerëzore, kur them mishor, po flas për natyrën njerëzore. Pra kur them mish, do të thuam gjaku dhe mishi, sjellja dhe dëshirat egoiste njerëzore. Por shpirtërisht ata janë të ndriçuarit. Nuk po them iluminatit, sepse edhe iluminati, termi iluminat duke sigur e afrohet se, por nuk ka lidhje me këta. Megjithëse të krishterëve ju përket të quash të ndriçuarit nga Perëndia përmes Jezus Krishtit. Sepse Jezusi tha, ju jeni drita e botës, prandaj dhe i quajtur të iluminuarit, të ndriçuarit. Dërsa ata që quhen iluminati, ata nuk janë fare, edhe pse thonë nuk kanë lidhje me Zotin, pavarësisht se ata janë satanistë, por nuk ka lidhje me këtë pjesën që po shpjegoj unë tani. Por është thjesht një fjali që ata ja kanë vendosur vetes tyre për të dukur mirë. Tek fjala termi kripa e botës, janë pa krishterët, bota nuk mund të ketë një lloj ligji të pastër. Shikoni, po të shikosh në gjithë rrugën toksor, kush janë njerëzit që sulmojnë shumë? Krishterët. Si në Amerikë, si në Angli, si në Nigeri, si në Indonezi, si në çdo vend të botës dhe në Evropë, ti mund të shikosh personat më të përndjekur. Pse? Sepse sjellja, ndikimi dhe influenca që ata kanë për botën nuk është e pranueshme nga kjo botë. Nuk është e pranueshme nga njerëzit e kësaj bote. Sepse fjala që ata mësojnë është shija që japin kësaj bote dhe drita që japin kësaj bote. Mirë, po duke qenë se njerëzit e kësaj bote më shumë preferojnë të keqen, preferojnë të bëhen të ndryshojnë gjinin, që biblikisht është ndaluar. Duke bërë mashkull ose femër, ose duke marrë gruan e tjetrit, ose burrin e tjetrit, ose duke bërë magjira, ose duke vjedhur, duke qenë një njeri korruptuar në politikë, ose duke vrarë, ose duke shitur drogë, ose duke qenë njeri egoist, ose fetar, që s'ka lidhje fare me ose vrasës. Po i them se as si në rastin e Islamit, por dhe feve të tjera, jo vetëm Islami, të cilat e mohojnë besimin e fjalës së Zotit, që është Bibla, këta sjellin errësirë në botë. Njerëzit që janë rrotulluar, nëse nuk kanë Krishtin, nuk mund të jenë dritë, nuk mund të kenë sjellje pozitive. Prandaj krishterët janë njerëzit më të mirë që për aq kohë sa janë në këtë planet, ju do keni dritë. Jo vetëm ju shqiptarët, po gjithë bota do të keni dritë dhe ndikim të mirë nga Zoti. Në momentin që Krishti, në ardhjen e tij të dytë, do t'i heqë nga toka të krishterët, bijtë e tij, vëllezërit e tij, motrat e tij, se kështu quhen shpirtërisht familja e Jezu Krishtit, quhen të krishterët. Kjo botë nuk do ketë më rehat kur këta të ikin. Tmeri do t'i bjerë kësaj bote. Tmeri do t'i bjerë dhe juve njerëz. Prandaj, sa ke kohë sot, hapi sytë të zemrës dhe të mendjes, bëhu i zgjuar, mos u drego budalla. Nëse po dëgjon mesazhin tim, prano Krishtin si Zot, si shpëtimtar, jo si fe. Nuk po them ndrysho fen. Nuk po të them bëju katolik, ortodoks, nuk po të them bëju ungjilltar, nuk po të them bëju pentakostal, karizmatik, nuk po të them bëju baptist, nuk po të them bëju metodist, kjo fe, ajo fe, nuk po të them bëju suni, shia, musliman, apo nuk po të them bëju hinduist, e me radhë, nuk po të them as bëju shtrigan apo magjistar, po të them
bau ndjekës i Krishtit. Pranoje shpëtimin që vjen përmes tij. Kështu ti do bëhesh fëmijë i Perëndisë shumë të lartë. Kështu ti do bëhesh pjesë në grupimin e njerëzve më të rëndësishëm që ekzistojnë në planetin tokë, po që askush nuk e ka kuptuar mirë këtë mesazh. Nuk e ka ditur këtë gjë. Bota nuk ka asnjë vlerë nëse bijtë e Perëndisë, ndjekësit e Jezus Krishtit, të krishterët, nuk do të jenë në tokë. Prania ose prezenca e tyre në vende të ndryshme do ishte shumë e mirë. Si në politikë, si në arsim, si në biznes, si në zhvillimin e botës, si në zhvillimin e vendit, po ju them, le ta dëgjoni ju politikanë. Pavarësisht se sa rëndësi do t'i vini këtij mesazhi, po i them që prania e një të krishteri në politikë, influenca e tij do të ishte shumë e madhe dhe do ishte mirë ta dëgjonit dhe ta vendosinit atje. Çfarë po ndodh? Politika, duke përdorur magjin, po e shkatron popullin. Dhe këtu nuk po flas vetëm për popullin shqiptar. Flas për shumë politikanë, qoftë ata që merren me mafje, me shitje drogësh, me shitje armë, me shitje prostitucioni, apo dhe fetarët si Islami e shumë fe të tjera që përdorin artin e magjisë. Keni kujdes. Po e shkatroni këtë botë. Edhe veten tuaj. Ajo që do t'i bënte mirë juve është të dëgjonit të vërtetën, që vjen përmes birit Perëndisë, përmes të krishterëve. Në vend që t'i vrisni, është më mirë t'i doni dhe t'i respektoni. Në vend që t'i urreni, se kështu i është mësuar, filloni t'i doni. Sepse kush i do, Zoti do të dojë. Kush i urren, probleme keni me Zotin. Pasi janë fëmijët e tij. Kush i mallkon, është i mallkuar. Kush i bekon, është i bekuar. Sepse është e shkruar, kushdo që do t'i bekojë, do të jetë i bekuar. Kushdo që do t'i mallkojë, do të jetë i mallkuar. Kjo është një shprehje që Zoti ja dha dhe Mojsiut për popullin e Izraelit, të cilin përfaqëson gjithashtu bijtë e Perëndisë. Pavarësisht se shumë prej tyre janë devijuar sot dhe nuk ndjekin rrugën e vërtetë nga izraelitët, por kjo thani edhe krishterët quhen izraelit shpirtëror, jo izraelit fizik sepse jetojnë në Izrael, po izraelit sepse ata janë ndjekës të Jezu Krishtit dhe quhen bijtë Perëndisë, edhe titulli që vetë Perëndia ju jep këtyre njerëzve quhet izraelit shpirtëror. Pra, se termi Izrael është një term, një fjali që nuk përdoret vetëm për kombin e Izraelit, por përdoret për besimtarët. Kjo e vendosur nga vetë Zoti. Kështu që askush nuk duhet të ketë kundërshtim për këtë edhe të thotë pse kështu, pse ashtu. Askush nuk guxon të dalë para Zotit. Ky titull është emri i qytetarisë të re. Toka e re dhe qielli i ri që do të krijohet dhe qytetarët e asaj toke që do të jemi ne, krishterët. Por sigurisht edhe ju që ende nuk jeni bërë ndjekës të Jezu Krishtit. I krishterë nuk do thotë se merr emrin nga kryqi, si shumë për ju gabimisht e kuptojnë. I krishterë e marrin ata njerëz që kanë frymën e shenjtë, sepse kanë pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Pse si e di unë këtë gjë? Sepse Bibla thotë askush nuk thotë Jezu Krishti është Zot, vetëse nëpërmjet frymës së shenjtë. Prandaj kur ti ke e deklaratën që Jezusi është Zot, ti ke marrë frymën e shenjtë. Pra nëse ke pranuar që është Zot në jetën tënde, prandaj do ti quhesh i krishter. Shumë e thjeshtë. Edhe e vërtet. Jezu Krishti i thot popullit të tij, krishterëve, bijve të Perëndisë, atyre që e zgjedhin për Zot dhe shpëtimtar, të cilët i ka çliruar nga pushteti i Satanit, i magjisë, i mallkimeve dhe çdo gjë nga kjo botë. Krishterët janë ata që është pushteti më i lartë që ekziston sot në planetin Tokë dhe në gjithë universin.
po ja u them mbas Krishtit, krishterët, e dini ose jo, mund t'ju duket për të qeshur apo jo, mund të thoni keni pi ilaçe apo jo, unë po ju them prap, pini ilaçet, sepse jeni të paditur edhe ju kryon problem padituria, duke menduar se s'kam pirë ilaçe. Po ju them, Zoti i ka quajtur krishterët jo nga kjo botë. Prandaj, besimtarët e Krishtit, ndjekësit e Krishtit, të udhëhequr nga Krishti dhe nga fryma e tij, nga frymëati i Perëndi, nuk i përkasin kësaj bote, tha Jezusi. Ju nuk jeni nga kjo botë. E kuptoni mirë çfarë po thotë? Nuk jeni nga kjo botë. Prandaj dhe bota ju uren. Prandaj dhe bota ju uren sot krishterët dhe i përndjek. Po kjo është vetëm për pak kohë, sepse po i them, të gjitha fetë do të kenë pasoja shumë të rënda për kudo që përndjek, shan, ofendon dhe flet keq kundra bijve të Perëndis. Do ketë pasoja nga vetë Zoti në ditën e gjykimit. Pra në ardhjen e Krishtit. Nëse Perëndia ty nuk të ngjit lart kur të vijë ardhja e dytë e Krishtit, dhe ti nuk e ikur nga kjo tokë siç do ikin të krishterët, të cilët vërtet të gjithë do ikin krishterët, edhe ata që kanë vdekur, që janë tretur trupa, do të krijohet trup i ri, që nuk plaket, nuk vdes, nuk sëmuret, por dhe ata që kanë vetur gjallë do të ikin, do t'ju shndërrohet trupi në një trup të pavdekshëm, që nuk vdes, nuk plaket, nuk sëmuret, por është i pavdekshëm dhe i përjetshëm. Dhe nuk kanë të njëjtat kërkesa që kanë trupat njerëzor tani, siç ka mishi gjaku, që ka stomak, do të hajë dhe të ushqet, apo ajri se i do t'i mungojë ajri, apo do ketë zorë, jo, nuk do ketë nga, apo do ketë nevojë për veshka, jo, fare asnjë nga këto. Sepse trupat e tyre do jenë të ngjashëm me ato të angjëve, trupa shpirtëror, jo trupa fizik. Prandaj aty nuk do ketë as marrëdhënie seksuale, siç mendojnë ose martesa ku në fen për shembull islamet thotë do keni 72 virgjëresha, me çfarë trup do të bëni ato nuk e di. Prandaj është mashtrim. Po i hap syt. Por dhe fetë tjera që thon inkarnimi, kur tesë ndodh kjo e thjesht ashtu dhe ashtu, as atë, domethënë çfarë mësohet tek budizmi apo në fetë tjera. Prandaj po i them, Zoti nuk ka fe. Në mënyrë simbolike po them feja e Zotit është Zoti, vetja e tij. Dhe për ne që jemi ndjekësit e tij, unë do të thesha feja ime është vetë Zoti. Unë nuk kam fe. Zoti. Edhe Zoti ka dhënë rrugën e tij për ta ndjekur në atë përmes birit të tij, Jezus Krishtit. Dhe këtu s'ka dallim se çfarë feje ti. Ti mund të jesh çfarë duash, mund të jesh e musliman, mund ta duash Krishtin si Zot, si shpëtimtar dhe ti shpëtohesh, edhe ti bëhesh i krishter, po jo në formë feje, po i krishter në formën që ke frymën e Zotit, që tregon që bëhesh fëmia e tij. Dhe je i falur nga mëkatet. Mund të jesh budist, edhe ti pranon Krishtin, edhe ti bëhesh përsëri krishter, bëhesh fëmia e tij. Dhe ndjekës Jezu Krishtit, i cili të udhëheq ty të mësosh fjalën e Perëndis dhe të drejton drejt rrugës së Zotit për ta njohur më tepër. Çfarë do lloj feje ti jesh? Nëse po mendon se po shkon tek Zoti se je katolik, se je ortodoks, apo se je ungjilltar, apo se je protestant, mos e mendoni këtë gjë. Nëse ti do ndjekosh Zotin, duke pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar, dhe duke lënë atë të udhëheqë ty, ti je fëmijë i Perëndis. Ti shpëtohesh. Sepse kështu është shkruar, të gjithë ata që pranuan, Perëndia ju dha pushtet bëhen bijtë Perëndis. Kush beson në të, do të shpëtohet, thuhet, pra tek Jezu Krishti. Do hyjë në parajsë, në mbretërinë e Zotit. Nuk po thot kush beson tek feja, nuk po thot kush bën rregulla të mira. Prandaj, nëse doni të bëni pjesë e këtij grupimi njerëzish që quhen populli i Perëndis, të krishterët quhen populli i Perëndis. Në krijimin e ri që do të toka e re do quhen të izraelit shpirtëror, por jo në sensin e izraelitëve këtu në tokë, keni parasysh, po flas për rëndësinë
si fjalë Izrael, që Zoti jep titull bijve të tij, ndjekësve të tij. Tani këtu nuk është problemi vetëm titulli, por këtu kemi të bëjmë me identitetin që Zoti i jep njerëzve që i besojnë atij. Kush ndjek Zotin nuk do të shikoj për emrin çfarë feje. Ti duhet të shikosh identitetin që Zoti të jep ty ai, rëndësinë që Zoti të jep ty, personazhin që ai krijon në ty. Zoti nuk po shikon se i quan ti veten një prej feve të botës, por Zoti po shikon a je ti fëmia e tij, jo se more thjesht titullin i krishterë dhe ti je. Por këtu kemi të bëjmë me identitetin tënd në Zotin, që fryma e tij banon tek ty. Prania e Zotit banon tek ty. Ti e bërë shtëpia ku Zoti qëndron. Kjo është kuptimi i fjalës i krishterë. A dëshiron ti që Zoti të banojë tek ty çdo ditë në jetën tënde dhe ti të jesh shtëpia e tij? Pranoj Jezu Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar. Ti dhe familja jote, pagzoni ose zhyteni në ujë për faljen e mëkateve, në emrin e Atit të Birit të Shenjtë, dhe ju do të jeni të shpëtuar. Bëhuni ndjekësa të tij. Bëni Krishtin prioritet në jetën tuaj dhe ju do të jeni të shpëtuar. Jo feja. Të thash, po unë vete në kish, po unë lexoj Biblën, po unë vete në xhami, po unë vete në feja budiste, po unë vete tek Jehovaj, po unë vete tek mormonët, po unë s'kam bërë asnjë të keq thot dikush, po unë jam ateist, nuk besoj, e me radhë, po unë jam magjistarja, i zbatoj të ditët, e me radhë, shumë gjëra çfarë do që të thash, po unë jam me shkollë, ti nuk mund të jesh i rëndësishëm, ti mund të jesh i rëndësishëm në këtë planet nga në sytë e njerëzve, ndërsa njerëzit më të rëndësishëm që planeti nuk e ka kuptuar ende, janë ndjekësit e Zotit. Jo vetëm se ka një mision të veçantë, por janë një popull i veçantë që do të jetojë përjetësisht me Zotin, ndërsa të gjithë popujt e tjerë s'do të jenë me. Sepse në tokën e re, në qiellin e ri, nuk do të ketë me jam nga Shqipëria, nuk do kesh të thuash ti jam nga Turqia, apo jam musliman, apo jam kaur, apo jam krishter, apo jam katolik, apo ortodoks, apo protestant, apo jam suni musliman, apo jam budist, apo jam shia, thot dikush tjetër, apo jam magjistar, apo jam politikan, apo jam i fuqishëm, apo jam mafia, apo jam kryetari i prostitutave, apo jam gay, apo jam lesbike, apo të gjitha këto, nuk do të ketë të tilla gjëra në qiell. Nuk intereson, apo jam i varfër, apo jam i bardh, apo jam i zi, apo i kuq, apo i verdh, nuk ka të tilla gjëra në qiell. Tek populli i Perëndis të gjithë janë njësoj. Dhe me të gjitha identiteti i tyre është të qenit bijt Perëndis. Pra të gjithë do janë bijt Perëndis. Populli që është thirrur të adhurojë Perëndin përjetësisht dhe të jetojë përjetësisht. Ndërsa gjithë të tjerët, ju që më shumë shpeshherë dhe duke bërë kot luftë, jo feja ime, jo flamori im, jo kjo pa jo, do keni marrë fund. Sepse në qiell nuk do ketë flamur, nuk do të ketë kombësi. Aty të gjitha kombet do kenë një gjuhë, një nënshtetësi. Izraelitët qiellor. Dhe nuk po flas për këtë Izraelin këtu që bëhet luftë sot dhe që të gjithë ju urreni, dhe që është gabim që urreni. Por të gjithë krishterët do të jenë populli i shenjtë i Zotit, ku Perëndia do të jetë çdo ditë me ta. Ndërsa ju në tortura, në liçen e zjarrt përgjithmonë, që është vdekja e dytë. Prandaj bëni kujdes. Sa herë që ju shani Biblën, sa herë që ju thoni diçka që thoni Krishti nuk vdiq, nuk ringjall, sa herë që ju kërkoni të urreni një krishter apo të ofendoni apo të bëni një keq, bëni kujdes. Po losni me zjarrin. Një ditë Zoti ka për ta kthyer. Por tani jemi në kohën e mëshirës. Secili nga ju e ka shansin që të bëhet pjesë
e këtij grupimi, e këtij populli të së ardhmes, pasi thash ky planet s'do ekzistojë më toka, as dielli, as sistemi diellor, as planetet e tjera, as yjet do zhduken, do shfarosen, mbas gjykimit Zoti do krijojë qiell të ri, tokë të re. Dhe për secilin prej bijve të tij nga një shtëpi, jo si këto këtu që bën me tulla e me llaç, që mund të prishen brenda një nate nga tërmeti, por do jenë të krijuar nga vetë Zoti, me gur të çmuar që as në ëndër nuk i keni parë, sepse aty pluri dhe ot nuk do ekzistojë, po thuhet toka do jetë e shtruar në flori. Shtëpitë do jenë me gur të ndryshëm të çmuar, të ndërtuar si diaspri, diamanti, smeraldi, rubini, domethënë forma të ndryshme e gurësh të çmuar. Nuk ka më ndërtesa si në tokë. Nuk të kesh nevojë as për makinë, as për avion, as televizori, as celulari nuk do të hynë më në punë. As nuk do kesh nevojë të vesh në dyqan të blesh bukë, apo të vesh në dyqan të blesh rrobat se të duhen, apo të krijosh një shkollë dhe të vesh të mësosh atje. Nuk do duhen më mësues, nuk do duhen më politikan, nuk do të duhet ky është shteti i Greqisë, ky është shteti i Kosovës, ky është shteti i Turqisë, ky është i Serbisë, ky është i Rusisë, ky është i Amerikës. Nuk do ketë të tilla përçarje. Nuk do thuash jo unë jam musliman, jo po jam katolik, jo po jam ortodoks, jo po protestant. Nuk ka të tilla më. Jo po jam budist, jo po jam ateist, jo po jam magjistar, jo po jam prostitut, jo po jam lesbike, jo po jam gay, jo po jam homoseksual, jo po jam ky, jo po jam ai. Nuk ka më. As policia nuk do hyjë në funksion sepse s'ka njerëz që do bëjnë keq. As gjykata nuk do ekzistojnë sepse s'ka kush ti duhet gjykatësi, sepse s'ka këtë gjykojë, sepse të gjithë do jenë perfekt. As avokat nuk do duhet sepse s'ka nevojë, të gjithë janë mirë. Mjafton Jezu Krishti që është avokati i gjithë atyre që e duan ata. Pra, kush bën pjesë në atë popullat, nuk do të vuajë asnjëherë. Do të tojë për gjithmonë. Nuk do të shkosh tek parukeri apo tek berberi të rregullosh flokët, apo të lyesh, apo të bësh make-upin, apo të lështojnë të, apo të vesh buskuq, apo të veshësh fustan, të thuash para pasyrës si më mirë apo keq, e të bësh foto e të dukesh, sepse të gjithë do të duken mirë. Të gjithë do të jenë veshur mirë. Nuk ekziston, nuk ke nevojë të shkosh tani do bësh dush se u bëra pis. Çdo gjë do jetë perfekt. Nuk ka plur, nuk ka djers. Djersa ishte një mallkim që i vu tokës. Kur njeriu na mkat, Zoti tha, me djers ti do ta nxjerrësh bukën. Prandaj, djersa është pjesë e mallkimit të Zotit për tokën. Prandaj edhe njerëzit bëhen pis. Dhe energjitë i kanë të kufizuara. Toka mallkua dhe shumë gjëra nuk ecën mirë. Por Zoti na premton një qiell të ri, një tokë të re, dhe luma ai që do të jetë pjesë e asaj toke. Dhe rruga e vetme është përmes Jezu Krishtit. Çfarë po bën Satani? Po përpiqet përmes fesë të thënë Krishti nuk vdiq, nuk ringjall. Ata janë qafira. Çfarë po bën Antikrishti ose Dexhali? Krishti nuk është Zot, nuk është biri i Perëndis. Është vetëm profet. Është musliman. Kjo është Antikrishti. Dikush thot, po do të bësh edhe purgator që të shkosh në parajs, thot katoliku. Jo. Kjo është mëkat. Kjo s'është fare në fjalën e Zotit. Apo do t'ju lutemi Maris. Ky tjetri thot do të vërtitim në gurin e zi. Ky tjetri thot do bëjmë botën Islam. Ky tjetri thot do të lutemi Budës. Ky tjetri thot Hindu, Miut, Maces, Lopës, sa perëndi kanë ata. E shumë forma të tjera të stilit të kësaj bote, cilat nuk e kënaqin Zotin. Asnjëra prej feve nuk e kënaq Zotin. Asnjë njeri nuk mund ta kënaq Zotin. As unë që po flas, as ti që po më dëgjon, se po ndoshta po mendon se më mirë se unë. Krishti ju tha, ose më saktë ta them ndryshe, Perëndia tha që në Krishtin jam kënaqur. Pra, Perëndia gjen kënaqësi tek njerëzit kur ata e pranojnë Krishtin si Zot, si shpëtimtar. Këtë tha në lumin e Jordan për Krishtin.
Ky është birim në të cilin jam kënaqur. Këtë tha dhe kur Krishti shkoi në mal dhe pa Elian dhe Mojsiun që kishin vdekur, por ju shfaqën. Dhe mbrapa Zoti ju shfaq, foli nga qielli, tha për Jezusin, i cili ishte dhe ai i shndëruar që bërë dritë. E tha, ky është birim në të cilin jam kënaqur. Dëgjojeni. Ky është mesazhi i Perëndis. Kjo është e vërteta. Kushdo që të thot Jezu Krishti nuk është bir Perëndis dhe thot mos i bën shok, është një mashtrues. Është nga Satani. Asnjë libër fetar që nuk e pranon këtë të vërtetë të Zotit të gjithësisë, Atit Perëndit, të vetmit Zot, që thot, ky është biri im në të cilin jam kënaqur, e thot për Jezusin, e deklaron. Dhe kush është kundra kësaj deklarate, është kundra Zotit. Ti nuk e vën në qiell, ti nuk e vën në parajs, ti do shkosh në zjarr, do torturohesh. Kurani nuk mund të çojë ty, as Allahu, as Muhameti, por Zoti do të çojë ty. Buda nuk mund të çojë ty në parajs. Zoti mund të çojë. Magjit dhe adetet që ju bëni nuk mund të çojnë tek Zoti. Perëndia ka zgjedhur Jezu Krishtin të çojë tek Perëndia. Maria nuk mund të çojë ty në parajs. Jezu Krishti mund të çojë ty në parajs. Atë ka zgjedhur Zoti për të futur ty. Shënanoj nuk mund të çojë ty tek Zoti të lidhesh. Po përmes Krishtit ti mund të lidhesh me Zotin dhe Perëndia dëgjon lutjet e tua dhe të shëron. Nuk ka rëndësi se çfarë shërime apo mrekulime ju mund të keni parë në ato vende, se dhe Satani shëron dhe bën mrekulli të reme. Por po i them se kushdo që kundërshton urdhrin e Zotit, që është ky, për Jezusin, ky është biri im në të cilin jam kënaqur, dëgjojeni. Kjo është urdhri i Perëndis. Dëgjojeni. Për Jezusin thot. Nuk thot shënanoj, nuk thot islamizmi, nuk thot katolicizmi, nuk thot ortodoksizmi, pentakostalizmi, apo protestantizmi, apo politika, apo islami, apo ku diun tjetër çfarë mund të thoni tjetër, paraja, mafia, droga, femrat, seksat. Asnjë gjë nuk mund të çojë ty tek e mira, tek drita dhe rehatia e shpirtit tënd. Përveç se asaj që Zoti ka caktuar, Jezu Krishtit, dhe ti bëhesh populli i tij veçantë. Dhe kush e pranon Jezu Krishtin, Perëndia i jep pushtet për të qenë fëmijë i Perëndis. Prandaj pranoj sot Krishtin dhe bëj këtë lutje me mua, nëse dëshiron të jesh populli i Perëndis, fëmijë i Perëndis. Duke pranuar Jezusin, ti je i falur nga Perëndia, je i pranuar, s'ka rëndësi se çfarë je musliman, je katolik, je pa fe, je ateist, çfarë do të jesh, Perëndia do të je magjistar, je njëri që beson horoskopin, të gjitha këto nuk të bëjnë punë ty. Je njëri materialist, je njëri korruptuar, je politikan i korruptuar, prano Jezusin, që Perëndia të kontrollojë jetën tënde dhe ti je vërtet i ndriçuar, të bësh pjesë në popullin e ndriçuar të Zotit. Ti je quhesh fëmijë i Perëndis, sepse kështu është shkruar. Ju jeni drita e kësaj bote, tha Jezusi. Kur ti e pranon atë, dhe ju bëni fëmijë të Perëndis. Atëherë pa humbur kohë po e bëj të lutjen, nëse dëshiron të bëhesh pjesë e mbretërisë së Zotit, e qytetarëve të mbretërisë së Zotit. Ati dashur, po të falenderoj për këtë fjalë që po na tregon të vërtetën që vetëm përmes birit tënd ne mund të shpëtohemi dhe të hyjmë në mbretërinë tënde. Falenderoj që e ke dënuar birin tënd në kryq, i dhe ati një trup, jo se ai kishte nevojë, por t'ia dhe që në atë trup të ndërshkoheshin të gjitha mëkatet e të gjithë njerëzve, edhe të mijat, në mënyrë që ti të më nxirrje të lartë dhe të pastër përpara teje. Dhe atë unë të falenderoj që përmes trupit Jezu Krishtit, gjakut të tij, ti më ke lartë dhe më ka pastruar, përmes kryqëzimit të tij, ti më ke afruar me veten tënde dhe më ke bërë fëmijën tënd. Dhe tani unë lutem që ti të më udhëheqësh dhe Krishti të jetë Zot dhe shpëtimtari tim. Unë e pranoj Jezu Krishtin si Zot, si shpëtimtar, në shpirtin tim dhe në jetën time. Amin. Dhe lutem që fryma jote, Zot, të më mbushësh me frymën e shenjtë dhe me zjarrin tënd, dhe të më drejtosh në rrugën e bekimeve të tua, deri në mbarim të jetës, deri në mbarim të kësaj bote. Amin. Zoti bekoft. Nëse e ke bërë lutjen me shpirt dhe me zemër, sepse thuhet me zemër njëri beson
dhe me gojë e thot. Atëherë ti je shpëtuar, thot Bibla. Vazhdo ti ta qosh veten fëmijë të tij, një krishter që do thotë ke frymën e shenjtë, ti ke frymën e shenjtë nëse ke bërë këtë gjë. Dhe Perëndia do të jetë udhëheqësyt, dhe ti je populli i tij. Pra, kur themi krishter, po themi populli i tij. Kur themi krishter, do thotë që ke fuqinë e Perëndisë brenda teje, pushtetin e Perëndisë për të qenë fëmijë i tij. Prandaj, duke qenë se fëmijë i tij, ti je një popull i veçantë. Je pjesë e grupimit që ka një vlerë më të veçantë se të gjithë njerëzit e tjerë që ekzistojnë në këtë planet. Çdo gjë që e popullon këtë planet, si kafshët, si shpendët, si zogjt, çdo gjë tjetër që mund thuash ti peshqit, çdo lloj feje, çdo lloj politike, çdo lloj partie, çdo lloj gjëje që mund të i varfër i pasur, çfarëdo që ti je, i bardh, i zi, i kuq, i verdh, çdo lloj feje nuk ka vlerë. Por të qenit i krishter, që do thotë kesh frymën e shenjtë, që do thotë je fëmijë i Perëndisë, sepse ke marrë pushtetin e Perëndisë, që është fryma e shenjtë. Kjo është përkthimi i fjalës i krishterët, do thotë të kesh fuqinë e Zotit, pushtetin e Zotit, vajosjen. Pra kur ti ke vajosjen ose pushtetin e Zotit, se kështu do të thotë, vajosje, pushtet ose fuqi e Zotit, kjo është kuptimi. Ti je populli i Zotit, i ndriçuar. Ti je kripa, ti ai njeri që jep shije botës dhe askush nuk ka të vlerë që ti ke. Pavarësisht se sa shumë të duan apo nuk të duan. S'ka rëndësi se sa ju të tjerët sa shumë i doni apo jo. Një ditë ju do ta pagoni çdo gjë që mund t'i keni bërë bijtë Perëndisë në këtë botë, në të gjithë periudhat, në të gjithë shekujt e mëparshëm, po dhe në ato që do të vinë. Kushdo që ka dashur t'i luftojë Biblën dhe krishterët dhe Krishtin, pasojat i keni të rënda nga Zoti ditën e gjykimit. Pasi krishterët janë një popull paqësor që duan secilin prej jush në këtë botë dhe gjithmonë kanë dashur t'ju bëjnë mirë, t'ju ndihmojnë që të arrini shpëtimin. Jo fen, jo rituale, jo të thuash jam djalë i mirë, jam vajzë e mirë, jam njeri i mirë, jam i keq. Kanë dashur t'ju afrojnë me Zotin dhe të merrni bekimin e Zotit dhe mirësinë e Tij. Dhe çdo gjë që vjen prej Tij. Mbi familjet tuaja dhe mjetët tuaja. Okej, ju uroj paqe dhe shpresoj që drita e Zotit t'ju preki zemrat tuaja. Për ju të tjerët që nuk e bët këtë lutje. Kështu që sa shikoni një të krishterë, ju keni parë një pjesëtar të popullit Perëndisë, keni parë një fëmijë të Perëndisë, keni parë karakterin e Zotit. Nuk po flas për atë pjesë që bëjnë mëkate, sepse të gjithë bëjnë mëkate. Është natyra mishore, prandaj Zoti do t'ja heqë trupin njerëzve të Perëndisë dhe do t'jap një trup që nuk vdes, nuk plaket, nuk sëmuret, një trup si angjët që nuk do ketë as pleqëri, as sëmundje, as mëkate. Sepse ky trup nuk mund vetëm, ama shpirti i tyre do t'jap, jo të s'do ta kenë më. Prandaj keni të bëni me njerëz që s'janë nga kjo botë, që i përkasin një planeti i cili pritet të krijohet shumë shpejt nga Perëndia. Shkenca shumë gjëra nuk i ka arritur flet për alien, por në fakt alien që do thotë jashtëtoksorët janë dhe krijesa të ndryshme, siç janë angjët e mirë, të shenjtë Perëndisë, por dhe angjët e këqij të djallit të Satanit. Por nga këndvështrimi shpirtëror, po ashtu mund themi edhe për bijtë e Perëndisë që nuk i përkasin kësaj bote edhe pse jetojnë në këtë botë. Edhe pse jemi të veshur me këtë trup. Presim krijimin e ri, që Zoti do të bëjë pas gjykimit. Prandaj, të gjithë ju që keni nevojë të mos u mbisni pas gjykimit dhe t'ju hedh Zoti në zjarr dhe të torturoni përgjithmonë në torturat nga zemërimi i Zotit që do të bjerë në mënyrë lebeti mbi juve, s'ka rëndësi çfarë feje ti. Ti ke nevojë të pranosh Krishtin, që mos hysh në atë tmerr, në atë lebeti që do të heqin tortura njerëzit pas gjykimit. Me pranën e Krishtit ti bëhesh populli i Perëndisë. Ti je pjesë e kësaj grupimi të veçantë njerëzish, e këtij populli të zgjedhur të Zotit. Zoti bekoft për ju që kuptuat,
Shpresoj që dhe ju që s'kuptuat, Zoti t'ju hap mendjen. Ju përshëndes. Paqja e Zotit qoftë me ju. Dhe bekimi ti.